Partia Demokratike realizoi primaret në të gjithë Shqipërinë për të përcaktuar, apo ishte një nga kriteret për të përcaktuar kandidatët. Sa i drejt ishte, sepse të paktën në qarkun e Tiranës, në cilën ju garoni, pothuajse të 12 kandidatët në listë të mbyllur ishin të caktuar për shkak të pozicioneve që kishte në struktura. Okej, në qarkun e Tiranës ndoshta pati një lloj përcaktimi nga ana e primareve, po të paktën në Tiranë ishte pothuajse e mbyllur e gjithë gara. Shikon, në përgjithësi, do më thënë si fenomen apo si moment politik, primaret kanë qenë shumë të rëndësishme dhe model ndoshta edhe për partitë e tjera. Pra ishte Partia Demokratike ajo që e futi për herë të parë këtë lloj sistemi për zgjedhje. Për këtë është definuar edhe në statutin e Partisë Demokratike se si gjithmonë do zgjidhen me primare përfaqësuesit dhe me një vendim edhe të Këshillit Kombëtar, edhe të Kryesisë Partisë Demokratike, figurat e Partisë Demokratike që kishin funksione drejtues politik të qarkut, siç është rasti i zotit Belind Kolliçi, apo pastaj kryetari i partisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Noka, kryetarët e forumeve partnere respektive të gruas dhe të rinisë janë aty, drejtuesja politike për diasporën zonja Topalli, pra edhe shkojmë tek pjesa e Partisë Demokratike, është edhe kryetari i Këshillit Kombëtar zoti Paloka. Pastaj pjesë e marrëveshjes janë edhe vendet që ju lanë aleatëve. Pra kjo ka qenë një vendimarrje e organit më të lartë. Dalin që primarit në Tiranë paktën ishin nul, nuk përcaktuan asgjë. Jo, absolutisht. Sepse të paktën 12 emrat e parë janë 12 emrat të cilët nuk ishin nul, sepse aty pjesa e listës së hapur 37-që është një ekip shumë i fortë, të gjithë ato që janë aty përfaqësues. Dhe kanë dalë vetëm emrat që kanë garuar në primare. Edhe janë garuesit në primare. Aty, ashtu siç është bërë gara në brenda strukturave të Partisë Demokratike për të gjetur më përfaqësuesit më të votuar mes garuesve të tjerë, kanë qenë diku te 82 garues në primare vetëm për Tiranën, është përzgjedhur ajo 37-që. Ajo është skuadra e cila do mbledhi vota që Partia Demokratike të ketë deri në 20 mandate në parlamentin. Ka synoni në Tiranë? Absolutisht. Duke qenë një forcë që ne synojmë fort dhe shqiptarët kanë për ta vendosur që ajo do jetë forca politike që do realizojë ndryshimin dhe do qeverisi në 4 vitet e ardhshme, 20 mandatet janë të Partisë Demokratike. Kështu që mërzitet për vendet e sigurta që morën aleatët? Personalisht. Për vendet e sigurta? Po, që morën aleatët në listë. A do të sinqertën? Po, të sinqertën. Të sinqertën. Unë paktën personalisht jam një 34 vjet angazhim në Partinë Demokratike, kam realizuar karrierën time në gjitha hapat që mund të ndjek një person brenda një partie, seksion, grup seksion, deg, kam qenë ish deputete, antare e Këshillit Kombëtar, që nga themelimi dhe rithemelimi, gjitha. Dhe jam shumë dakord që ky koalicion është koalicioni më gjithë përfshirës i forcave të djathta. Për të realizuar, ne duam të fitojmë, ne nuk duam të fitojmë individi, duam të fitojë Partia Demokratike dhe maksimizimi i fitores vjen nëpërmjet këtij koalicioni të gjerë. Përveç fakti që forcat, për shembull ato aleatët, kanë vende të sigurta, ti mund të shikosh kryetarët e partive janë të renditur poshtë. Zoti Meta është e lista të hapur. Zoti dhe PD-ja, kryetarin Shpëtimi Idrizin e ka poshtë. Pra, aty është gjithë impakti për të grumbulluar, nëse do ta themi në zhargonin popullor, për të mbushur kutin thesin e Partisë Demokratike bashkë me koalicionin dhe për të realizuar ato mandate. Nuk mund të bëhen mekanizma artifica të kësaj natyre që po fus prindin, po fus gjyshin apo komshiun të listat e mbyllura dhe ne po jemi pastaj për një mandat. Po mirë, ju keni një tjetër komoditet, sepse jeni forca të mëdha dhe keni një prodhoni më shumë mandate se sa forcat e PSD-ja, nuk mund marrë. Përse i prodhoj më shumë mandate? Po sepse keni një histori. Po është historia, është mbështetja popullore, është forcë që ka qeverisur, partitë e vogla nëse vinë kështu, nëse nuk ka një alternativë, duhet tjetë programi, duhet tjetë përfaqësimi ato që të pretendojnë edhe nëse do duan të bëhen faktor.